A mund të besoni se një nën do t'i jepte të gjithë ushqimin djalit të saj më të vogël, duke mos i kushtuar fare vëmendje vajzës? Arsyeja është të thjeshtë, tronditëse. Të dashur shikues, para se të vazhdojmë, shkruani në komente se nga jeni. Ne jemi vërtet të interesuar të dimë se nga cili qytet jeni. Shijojeni shikimin. Ndërsa Marina përgatiste ushqim, ajri mbushej me aromën e patateve të skuqura, fasuleve të zjera, mishit të skuqur dhe sallatës së freskët. Ajo vendosi me kujdes një pjatë plot përpara djalit të saj Aleksit, i cili duhej të hante diçka para stërvitjes së notit. Ndërkohë vajza e saj, Nastja, ishte ulur në qoshën e kuzhinës e raskapitur me një vështrim të zbrazët dhe një gurgullim uri në stomak. Mami, të lutem, të paktën një copë banane, jam aq e uritur, ndihem keq, lypi ajo qetësisht. Marina vetëm tundi kokën. Sot është ditë agjerimit të plot. Ti e di që duhet të jesh me holl nëse do të bëhesh modele. Aleksi e vëzhgoi këtë në heshtje të plot. Motra e tij dikur ishte plot energji, por tani ishte një hije e brisht e vetës së saj të dikurshme. Marina pa humbur kohë drejtoi kamerën e telefonit nga Nastja. Shiko veten, je ende shumë e shëndosh. Nuk do të bësh kur modele me këmbë të tilla. Por Nastja pa në ekran jo peshë të tepërt, por një trup të kockuar, të raskapitur. Megjithatë Marina nuk u dorëzua. Ajo i dha vajzës saj një shishe të vogël ujë dhe tha, vetëm ujë deri në shfaqje. Aleksi, duke mbajtur pjatën e tij, u kthye nga ushqimi dhe tha, mami, ndoshta ajo do të haj të paktën pak. Unë do të ndaj. Jo, u përgjigj Marina prerë, ti duhet të jesh notar i fortë, dhe ajo është një modele e hollë. Një heshtje e mbushur me dhimbje kaloi. Nastja mbajti ujtin dhe Aleksi hante me një ndjenjë faji në rritje. Më vonë kur Marina po fliste me video me burrin e saj Ivanin, i cili jetonte në Kanada për punë, ajo foli me gëzim për arritjet e fëmijëve. Nastja po merr pjesë në një sfilad mode. Aleksi stërvitet çdo ditë. Gjithçka është në kontroll. Ivani ndjeu ankth. Ai donte fëmijët dhe e dinte. Aleksi është vërtet një sportist, po Nastja, ajo donte të ishte fëmijë. Ai kërkoi të fliste me ta, dhe kur Aleksi mori telefonin, zëri i tij po dridhej. Gjithçka është mirë, babi? Nastja mezi duke mbajtur lotët tha. Thjesht më mungon, babi. Marina e shtiu. Thuaj se gjithçka është mirë. Pas thirrjes, Aleksi i përshpëriti motrës së tij kur ishin vetëm. Të solla një moll. Haje, do të them se e mbarova vetë. Nastja mori frutin me shqetësim dhe hëngri me aq mirënjohje, sikur të ishte një festë. Për herë të parë pas një kohe të gjatë ajo ndjeu ngrohtësi në trupin e saj. Aleksi premtoi, nuk do të lë të uritur më. Dhe çdo ditë ai sillte fshohurazi ushqim, biskota, fruta, ara. Ajo po kthehej ngadalë në jetë, por kjo ndikoi në rezultatet e tij. Ai lodhej më shpejt, muskujt e tij nuk kishin kohë të rikuperoheshin. Ai filloi të ngecte pas rezultateve të tij dhe Marina e vuri re. Nastja përkundrazi duke pak më gjallë, tashmë mund të qëndronte pa mbështetje dhe nganjëherë edhe të buzëqeshte. Marina vuri re. Nastja nuk po humbte peshë dhe Aleksi po humbte forcën. Pastaj ajo shtrëngoi kontrollin. Djali i saj mori një porcion të dyfisht ushqimi, vajza e saj mori vetëm ujë. Marina filloi të kontrollonte xhepat e fëmijëve, duke kërkuar ushqim të fshehur, duke vendosur një orar peshimi dhe duke monitoruar numrin e gllënkave të ujit. Por fëmijët mbeten të heshtur, ata kishin frikë të flisnin, derisa një ditë Ivani thiri përsëri, dhe ata të dy bërtitën, babi, ndihmë, mami po tallet me ne. Marina në panik e fiku thirrjen. Ajo përplasi telefonin në tavolinë, duke parë atë sikur mund të merrte flak. Frymëmarrja e saj u shpejtua dhe fytyra e saj u zbe. Ajo ecte në shtëpi duke murmuritur. Kjo është thjesht histeri, vetëm një shfaqje. Ata duan të tërheqin vëmendjen, po pikërisht kjo është. Ata nuk e kuptojnë si funksionon bota. Unë po bëj gjithçka siç duhet. Kjo është e përkohshme. Por zërat e fëmijëve të shqiptuar me aq dhimbje dhe dëshpërim tashmë po i honin në vesh. Disa ditë më vonë, ajo po i çonte fëmijët në një ngjarje. Nastja dukej të merrte pjesë në një sfilat mode dhe Aleksi duhej të merrte pjesë në një garë noti. Ishte një ditë për të cilën ajo ishte përgatitur për shumë muaj. Por sa po dolën nga makina, ata të dy ranë. Nastja nuk mund të qëndronte.
Aleksi kapi stomakun dhe u përpëlit nga dhimbja. Ivani u shfaq papritur. Ai kishte marrë pushim dhe kishte fluturuar. Ai mori Nastjen në krah, pa gruan e tij dhe tha: "Çfarë u ke bërë këtyre?" Në spital pasi më ekzaminua mjekët, kuptuan menjëherë se situata ishte serioze. Aleksi ishte në prag të raskapitjes për shkak të mbingarkesës dhe konsumit të tepërt të ushqimit të shkaktuar nga mbiforcimi i detyruar. Gjendja e tij, megjithëse serioze, ishte e tejkalueshme. Infuzione, dietë, pushim dhe ai u rikuperua shpejt, por me Nastjen ishte shumë më keq. Zemra e vajzës e raskapitur nga keq ushqyerja, po dështonte. Ajo zhvilloi aritmi të rëndë, nivelet e elektroliteve në gjak ishin kritike dhe pulsi i saj pothuajse u zhduk. Na duhet një dhurues zemre dhe urgjentisht, tha mjeku duke parë Ivanin në sy. Ndryshe, ai nuk e mbaroi. Në atë moment u dëgjua një rënkim i shurdhër. Marina ra. Pikërisht në korridor disa hapa nga njësia e kujdesit intensiv. Sytë e saj ishin hapur, por shikimi i saj ishte i fiksuar. Ajo nuk merrte frym. Mjekët vrapuan dhe filluan reanimacionin pikërisht aty në dysheme. Disa minuta të gjata dhe heshtje, disa orë më vonë, këshilli arriti në përfundim. Asistol, truri i Marinës vdiq, por zemra e saj vazhdoi të rrihte. Ishte e shëndetshme, parametra ideale për transplantim. Një nga kirurgët në sallë tha diçka që dukej si e pamundur dhe vetmja gjë e duhur për të thënë: "Kemi një shans. Kjo vajzë mund të shpëtojë. Mund të shpëtohet nga nëna e saj." Ivani qëndroi më njan, duke shtrënguar grushtat dhe lotët po i rritnin në përfaqe. Ai nuk mund të fliste. Ai thjesht tundi kokën. Ai e dinte se kjo ishte mënyra e vetme për të shpëtuar vajzën e tij. Kështu Marina pa e kuptuar, megjithatë i dha Nastjes gjën më të vlefshme, jetën e saj. Zemra e nënës u transplantua urgjentisht në vajzën e saj. Ishte një përputhje rrallë në grupin e gjakut, pesh, mosh, por gjithçka përputhej. Ishte sikur vetë fati po kërkonte shpengim. Operacioni zgjati 8 orë. Kur mbaroi dhe zemra e Nastjes filloi të rrihte përsëri, mjekët dolën në heshtje nga salla e operacionit, të lodhur por me një shkëlqim në sy. Vajza jetoi, fal nënës së saj. Kanë kaluar 6 muaj, Nastja plot jetë, ecste me siguri në pasarel, jo më për hir të një karriere, por për të nderuar kujtimin e nënës së saj. Hapi i saj ishte i lehtë, ajo buzëqeshte. Aleksi u bë kampion, ai ruajti qëndrueshmërinë e rezistencën, por më e rëndësishmja, njerëzimin e tij. Ivani qëndroi në shtëpi për të rritur fëmijët me dashuri, me zemër të hapur, pa presion. Marina mbeti me vajzën e saj përgjithmonë. Zemra e saj vazhdoi të rrihte në gjoksin e Nastjes, tani e lirë dhe e lumtur. Kjo histori është një testament i fuqisë së dashurisë familjare dhe sakrificës, por gjithashtu një paralajmërim për presionet ekstreme që mund të ushtrohen mbi fëmijët. Çfarë ndjenjash ju ngjalli kjo histori? A mendoni se presioni prindëror mund të ketë pasoja kaq dramatike? Ndajeni mendimet tuaja në komente më poshtë. Dhe nëse ju pëlqeu kjo video, atëherë pëlqejeni dhe abonoheni në kanalin ton. Ju faleminderit.